ndjesë pyetja është pak jashtë temës që kemi trajtuar sot, por që nga mbrëmje deri edhe sot pasdite ka pasur reagime të shumta nga ambasadat e ndryshme dhe nga ndërkombëtarët, të cilët kanë kundërshtuar veprimin e vendosjes që ka votuar kundër shqyrtimit të listës së në KQZ. Është hera e tretë që ndërmirret ky vendim dhe që kthehet nga PZAP dy herë të tjera dhe që pritet edhe tash një njëjti veprim. Pse ndërmirret ky hap nga lëvizja me vendosje dhe apritet që mbasi të merren tjera veprime që mund të dëshmonin me KQZ që lista serbe nuk i plotson kriteret për të marrë pjesë në zgjedhje. Unë e kam parasysh rolin dhe rëndësinë e juaj si gazetar, mirë po për hir të mos deformimit të arsyes pse kemi thirrë këtë konferencë, do limitohesha vetëm në pyetje mbi arsyen që ka qenë aspektet e energjisë elektrike, por e kuptoj nevojën për informacion dhe pas përfundimit të kësaj, ne mund të japim një deklaratë të veçantë për këtë çështje. A ka pyetje tjera? Kam pyetje që nuk do të lidhen ndoshta me temën që e kemi trajtuar. Po, pas përfundimit të kësaj konferencë për shtypun do të jemi disponueshëm për një deklaratë. A ka pyetje që nëse s'ka pyetje për energjinë, mundemi me lënë për fund, me vazhduese po besoj që a kemi pyetje tjera në lidhje me këtë konferencë dhe aspektet e importit të energjisë elektrike? A mund t'ju bëjë edhe një porosi përfundimtare? Dy subjekte që importojnë energji elektrike në Kosovë, të cilat janë privatizuar në vitin 2013, është Kesko dhe Ketsi, duhet të jenë të qasshëm dhe të gatshëm për t'ju ofruar ju informacione që ju i dispononi dhe mënyrat se si ata i kanë përzgjedhur furnitorët, e ka për detyrë bazë ligjit që t'ja bëjë të disponueshme ju. Por unë e kam vënë që nuk po e bëjnë, dhe për këtë arsye do bëjmë. I kërkoj zyrës së rregullatorit të energjisë publikisht që inicimin e hetimit që ka bërë pas kërkesës sonë në lidhje me kapacitetet interkonektive dhe keqpërdorimin e saj gjatë vitit 2014-2024, ta përfundojnë afatin më të shkurtër dhe gjitha subjektet përgjegjëse, qoftë ata marrësit energjisë elektrike, që janë këto dy subjekte, apo furnizuesi, të vendosin para përgjegjësisë dhe çdo cent i qytetarëve të Kosovës t'ju kthehet përmes ribalancimit të tarifave. Ju falenderoj shumë. Po e mbyllëm nëse s'ka pyetje tjera në lidhje me energjinë. A ka raste të qëllin shumë dalin bloqe vetëm për të blerë, siç ishin disa deklarata ditë më parë, që dalin bloqe për të blerë për të përfituar kompaninë. Në fakt është një pyetje. A keni kontroll shteti apo kontroll? Ka kontroll, ka pasur një deklaratë për këtë. Një nga hipotezat që kemi marrë ne edhe gjatë komisioneve hetimore vazhdimisht ka qenë që a ka ndonjë ndërlidhje shkakore midis sasisë importit edhe potencialisht mungesës së prodhimit në bloqe. Ajo çfarë ne mund të konfirmoj është që në vitin 2008 janë gjetur raste të tilla, të cilat unë do t'ju referoj. Mirë, po në pasim nuk është dokumentuar asnjë rast i tillë. Në lidhje me vitin 2008, ekziston një raport i USAID-it i përpiluar nga Masud Kajan, atë që dokumenton saktë se si Keku në fakt qëllimshëm i ka ndalë bloqet në vitin 2008, mirë që t'i bëjë një kontratë me Vukamovicin. Mirë, por nuk kemi raste të tilla. Por ajo çfarë mund të them në parim. Dhe ne do ta vazhdojmë ta monitorojmë qoftë si qytetar e si përgjegjës ndaj qytetarëve të Republikës Kosovës. Ky do ishte një nga krimet më të rënda, çdo që e bën. Dhe i inkurajoj të gjithë ata që disponojnë informacione, që këto informacione ta i bëjnë çastshme edhe neve, dhe t'i drejtojnë tek prokuroria speciale edhe çdo institucion relevant që mund të marrë veprime në lidhje me këtë çështje. A ka pyetje tjera tash? Se na duhet formalisht me mbyll këtë konferencë. Po, a ka pyetje në lidhje me këtë çështje? Nëse jo, ju falenderoj shumë. Edhe në rast se nuk shihemi në një konferencë të radhës, më lejoni që shfrytëzoj rastin të uroj një vit të ri, të uroj shëndet e begati ju edhe familjeve tuaja. Faleminderit shumë. Është interesant që